Prishtina dalë ka filluar të bëhet qytet i brendeve. Së fundmi, brendi kozmetikës Lancome arriti edhe në qendrën tregtare Minimax. Se çfarë kanë cellur ata dhe çka do mund të bleni aty, e kuptojmë bashkë nga materiali përgatitur nga Maki Bajrami. Bulgari, Giorgio Armani, Versace, Dolce Gabbana, Gucci, Boss e Calvin Klein janë vetëm disa brende të njohura botërore të cilat mund t'i gjeni në qendrën tregtare Minimax. Por këtyre markave të shtunën i ushtua edhe një tjetër. Lancome është brendi më i ri, ekskluzivisht vetëm për femra. Produktet e kësaj firme janë kryesisht parfumeri, kremra dhe kozmetik të cilat përmbajnë pothuajse të gjitha elementet që nevojiten për make-up, si pudër fytyre të ngurtë dhe të lëngshme, buzëkuq, maskarë për çerpik, eyeliner, hijozim i mollzave, hije për sy dhe shumë gjëra të tjera. Lancome gjithashtu është ndër brendet më të vjetra, e cila ekziston në treg prej pothuajse 80 viteve, ndërsa në qendrën tregtare Minimax, kjo markë vjen tani për shkak të kërkesave të shumta nga klientët. Fillimisht kemi pas veç linjat e parfumerisë, me thonë veç parfumet. Së fundmi kemi sjellë edhe skincare, kremat dhe make-upin. Çmimet e produkteve të markës Lancome sillen nga 10 aj më i ulët e deri mbi 100 euro më i kushtueshme, por sigurisht se ato i përshtaten edhe klientelës që ka kjo qendër tregtare. Klientelën kemi të ndryshme, por kryesisht janë figura publike, njerëz të artit, politikës, diplomati. E sa i përket prezencës së produktit të ri, Lancome mund ta gjeni vetëm në qendrën kryesore. Fillimisht do ta mbajmë vesh Minimax në Dragodan shkapi klientelës, sepse kemi dhe një pikë tjetër në qendër, po klientela atje është e ndryshme. Do të thonë kërkesat më të mëdha për Lancome dhe firma të tilla kanë qenë këtu në Dragodan. Brendi Lancome ka simbol trëndafilin i cili njihet si simboli i dashurisë dhe feminitetit. Është një ndër brendet që sjell lumturi në jetën e femrës, andaj bëhuni pjesë e saj. Nga tani ato mund ta gjeni në qendrën tregtare Minimax.